Atë në ishtë një grigja të nëjsi, e për tavolina. Atë në ishtë një grigja. Dhe të bashkimi e ka marrë gjithë që i duhet. A e këtë shampë? Da e. A më kubë, në, shampë. Në shoj që. Të kryetar, çfarë ndodh në Vlendë? Në Vlendë ndodhin procese të cilat janë konform përgjegjësisë që kemi marrë nga qytetarët të implementimit të programit qeveritar në drejtim të realizimit të gjithë atyre projekteve të cilat i kemi marrë dhe të cilat jemi duke i realizuar. Gjithashtu ndodh një proces paralel të përgatitjes për zgjedhjet lokale, ku kemi diskutime për format e bashkëpunimit apo vazhdimit të bashkëpunimit më konkretisht për ndarje të përgjegjësive në kuadër të Vlendë për komunat përkatëse, cili kandidat nga cila parti do të vi, edhe gjithashtu edhe sa i përket edhe listave për këshilltarë. Ti keni dalë jo? Dhe për listat e këshilltarëve do shkoheni bashkë me lista votesh? Po, qëndrimi dominant në brenda Vlendit është që ne shkojmë si koalicion. Kemi marrë mandat nga qytetarët dhe në pushtetin qendror dhe gjithashtu kërkesa e qytetarëve është që ky koalicion të vazhdojë bashkë edhe në zgjedhjet lokale. Edhe njerë po them që shumica, pjesa dominante e koalicionit jemi të unifikuar që shkojmë bashkë edhe për kandidat për kryetar komunave edhe për listat për këshilltar. Sigurisht që duke pasur parasysh që është koalicion me shumë parti politike, ka edhe mendim ndryshe dhe kjo është e njohur për opinionin që kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari në bazë të informatave që i ka brenda Aleancës për Shqiptarët ekziston edhe kërkesa që të shqyrtohet edhe mundësia që në listat për këshilltar të Aleanca të shkojë edhe e vetme. Kërkesa jonë si koalicion është që shkojmë si koalicion edhe për kandidatët për kryetar edhe për listat për shqiptar. A keni informacion se edhe me BDI bisedon alternativ? A keni informacion se edhe me BDI ka komunikim? Ky informacion ka qenë publik. Në takimin e fundit që kemi pasur, zoti Taravari ka kundërshtuar dhe ka mohuar se ka pasur takim me Ali Ahmedin. Çfarë fiton edhe çfarë humbon Vlendë nëse shkon veç mas Taravari, sepse ndron në një medium në një proncim të tillë tha se nuk është as pak e vërtetë se ai ka kërkuar 20% të komunave, ai vetëm se ka kërkuar listë të veçantë që të veçohen nga Vlendë në listën për këshilltar. Jo, më thonë me të drejtë, nuk ka kërkuar përqindje në ndarje të listave, nuk është hapur si temë, po që ka kërkuar dhe i përmenda se ka kërkuar që në fillim kërkesa ka qenë që gjithë partitë të shkojnë veçmas në listat për këshilltar, por kur u prezantua qëndrimi gjithë subjekteve tjera se ne veçmo jemi të dakordsuar që të shkojmë bashkë ashtu si kemi shkuar në zgjedhjet parlamentare dhe në zgjedhjet lokale, në gjitha procesin zgjedhor edhe për kryetar komunave edhe për kandidatët për këshilltar, vazhdoi biseda në drejtim të asaj që Aleanca duhet të vendosë do të jetë pjesë e koalicionit edhe për listat edhe për kandidat ose do të jetë veshma sepse qëndrimi pjesës tjetër dominon i koalicionit këtë rast dominon që koalicioni duhet të shkojë bashkë. Nuk mund të ketë lista për, më thonë, kandidatët veshmas dhe lista për këshilltar veshmas. O do të shkojnë bashkë, ose një subjekt do duhet të shkojë i veçuar në këto zgjedhje në këtë rast, nëse një vendim të tillë do të sjellë Aleanca për Shqipërinë. A keni biseduar për ndarjen e komunave? Kush? Do të thonë, parimisht këtu, do të thonë, unë kam përmend që për dallim nga partitë politike, në këtë rast ne dim që edhe BDI, por edhe subjekte tjera politike, kur kanë ardhur zgjedhjet lokale kanë pasur shumë ndarje brenda, bile kemi pasur raste për komuna konkrete, një kandidat brenda një partie politike ka ndarë si i pavarur, kur ka pasur pakënaqësi. Pra në këtë rast, fatmirësisht në koalicionin Vlendë kemi një, do të thënë një dakordsi shumë të lartë.
për ndarje të përgjegjësive për kryetar të komunave. Parimisht, edhe pse tash nuk duhet të kesh përdorur kjo se nuk kemi vendim ende, për asgjë nuk kemi vendim, jemi në proces të bisedimeve, po parimisht ka një gatishmëri që të vazhdohet bartja e përgjegjësive në ato komuna ku ekziston për momentin një subjekt konkret. Konkretisht në Çajër të vazhdoj të garoj kandidat që do propozohet nga Lëvizja Demokratike, në Tetov nga Lëvizja Besa, në Zherin nga Lëvizja Besa dhe në Gostivar nga Alianca për Shqiptarët. Po ashtu kemi edhe një dakordsi edhe për komuna tjera urbane. Pjesa tjetër pastaj mbeti që ishin disa opsione për tu diskutuar, ose me përzgjedhje njëra nga subjektet politike që vlerëson se është më mirë e përfaqësuar në një komunë, ose mundësinë edhe të shkojmë me sondazhe dhe në bazë të sondazheve cili kandidat do dalë më i përkrahur nga qytetarët, ai kandidat të përkrahet nga koalicioni. Ju keni deklaruar se një mandat është pak, ndërsa 3 janë shumë. Çfarë do bëni me vlerimin në Zhili? Unë kam thënë ka qenë qëndrimi im, do thënë për kandidimin tim, këtë rast nëse vlerimi do të kërkoj të garoj edhe një mandat, do të jetë vendimi fillimisht i organeve të partisë, pastaj edhe i koalicionit sa do të japë një mundësi të tillë. Ako može se raspredovat ata samo në Makedonski? Nëse shkon drejt karavanit nga rasti Unë kam thënë edhe në raste tjera që për 20 vite shqiptarët pritën një koalicion të tillë. Për 20 vite lufta bëhej mes opozitës më shumë se sa mes partive në opozitë dhe qeverisë për rotacion politik. Për herë të parë ndodhi një bashkim i gjithë spektrit opozitar për më shumë. Këtu në këtë koalicion kemi edhe një përfaqësues të vetvendosjes që gjithashtu e dim që në Maqedoninë të Veriut ka përkrahës ky subjekt politik. Pra, gjithë spektri opozitar herë shumë bashkua dhe rezultatin e kemi këtë që e kemi. Dhe kam thënë që vlera e çdo partie, subjekti brenda koalicionit është më shumë për shkak të bashkimit në koalicion se sa si parti dhe si organizat e veçantë. Prandaj unë vlerësoj që çdo subjekt i cili do të veçohet nga koalicioni më shumë do të humb subjekti se sa koalicioni, sepse vetëm koalicioni e ka të legjitimuar përkrahjen nga qytetarët në zgjedhjet parlamentare dhe unë besoj që nga ky pozicion që e kemi, ajo përkrahje për zgjedhjet lokale për koalicionin vlen do të jetë shumë e fuqishme se sa për ndonjë parti veçmës. Që mos e shënoj në shëmënia e zavrshme. Me gjithë të dallime atër shikon bashkohen në një parti më zgjedhje. Ju lutem, unë përmenda që nuk kemi dallime. Tash nëse në subjekte tjera, në këto raste ka ndodhur rrahje, ka ndodhur vrasje, këtu ka diskutim për mënyrën më të mirë se si të paraqitemi në zgjedhjet lokale. Unë duhet të jem korrekt deri në fund. Edhe arsyetimi i zotrit Taravari është se në interes të koalicionit vlen dhe të votës këtë rast të qeverisë, partive shqiptare në qeveri, është nëse shkojmë veshmas, do të grumbullojmë më shumë vota, do të grumbullojmë më shumë legitimitet. Pra, në asnjë moment nuk nëse shkojmë veshmas më shumë se sa nëse shkojmë bashkë. Sepse çdo subjekt politik do të grumbulloj, do të mobilizoj gjithë strukturën e vet, do të grumbulloj më shumë vota dhe kur do t'i bashkojmë ato vota, do të kemi më shumë se në thon partitë tjera që janë këtë rast në opozitë. Pra, në këtë rast arsyetimi i zotrit Taravari nuk është për përçarje, por është në interes të sigurimit të një rezultati më të mirë zgjedhor. Përkundrazi thash, përderisa në subjekte tjera ka pasur rrahje, ka pasur vrasje, ka pasur kandidat që kanë dalë edhe të pavarur, por që është ditur se vinë nga jo proviniencë, këtë rast nuk kemi kështu momente. Ju lutem, nuk do të kisha dashur që atë që ndodh me llogaridhënien e BDI-s, në momentin kur njërin ndër personat më të apostrofuar në opinion për mundësinë e keqpërdorimit të detyrës, siç është rasti ish drejtorit të ndërmarrjes shtetërore për rrugë, Prokuroria Ngrepadi dhe Policia Burgos, del muhabeti që ka ndarje në koalicionin vlen. Ka debat, ka diskutim, je në fazën e përpilimit të listave edhe për kandidat edhe për këshilltar, dhe është një proces për mu shumë i natyrshëm dhe shumë më normal se që ka ndodhur edhe në parti tjera shumë herët. Prandaj, ju lutem që fokusi të jetë aty ku duhet të jetë, në llogaridhënien e
funksionarëve të cilët kanë kesh përdor detyrën e tyre. Kryetar, nëse kuptova, domethënë ju grumbulloni më shumë vota ndarës. Atëherë pse insistoni të shkoni? Më thënë ta sqarojmë edhe një herë. Arsyetimi i zotit Taravari është se nëse dalim ndarës, do të grumbullojmë më shumë vota. Unë më herët e sqarova që përkundër kësaj ideja partive tjera, po shumicës së koalicionit vlen është që vlera e çdo subjekti brenda koalicionit është shumë e lartë si pjesë e koalicionit se sa nëse del veshmas. Prandaj këtu është ajo që dominon te do kisha thonë 3 subjekte tjera politike plus përfaqësuesi i vetëvendosjes dhe në këtë rast ne vlerësojmë që vota edhe për Lëvizjen Besa, edhe për subjekte tjera politike do të jetë vot nëse Lëvizja Besa është brenda koalicionit vlen. Nëse do të dalë Lëvizja Besa jashtë, shumë më pak vota do të kishte grumbulluar se sa duke qenë pjesë e koalicionit vlen.